Armis Stafa, i njohur edhe me aliasin Armes Stava, 36 vjeç nga Elbasani, është arrestuar në Dubai si pjesë e operacionit ndërkombëtar The Wanted në bashkëpunim me autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Interpol Tirana. Stafa ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar si një nga të dyshuarit kryesor në dosjen Plumbiar 2, ku u godit grupi kriminal i njohur si Çopjat. Sipas hetimeve të SPAK, ai dyshohet se ka pastruar paratë e këtij grupi përmes shitblerjes së automjeteve në bashkëpunim me persona të tjerë. Në vitin 2024, gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në bashkëpunim. Stafa është një nga 33 personat e identifikuar si pjesë e strukturës kriminale të drejtuar nga vëllezrit Franz dhe Hajdar Çopja. Grupi me bazë në Elbasan dhe i dishuar se operonte nga Dubai akuzohet për vepra të rënda penale, përfshirë vrasje, trafik droge, vjedhje dhe pastrim parash. Në kuadër të hetimeve, SPAK ka zbardhur 6 ngjarje të rënda kriminale, ndërto masakre e Bradasheshit ku mbetën të vrarë 3 persona, mes tyre vëllai Erion Alibejt, si dhe vrasjet e Andi Zylyfit, Klevi Brahos dhe Klevis Kaplanit. Zbulimet u bën të mundura edhe fal përgjimeve të komunikimeve në platformën e koduar Sky ECC. Franz Çopja, i njohur edhe me Nofkën Sakati, konsiderohet si një nga drejtuesit kryesor të grupit, së bashku me vëllezërit e tij Hajdar Çopja dhe Ervin Bako, alias Çopja. Aktualisht autoritetet shqiptare dhe Interpol Tirana po vijojnë bashkëpunimi me homologun në Abu Dhabi për të finalizuar procedurat e ekstradimit të Armis Stafës drejt Shqipërisë.